lavdit tia. Halleluja. Lavdijemi të tia. Shalom, shalom, shentor, kudo që po më ndiqni, shalom, Olger Spahi nga Zeri Mesias, mi se erdhe në takimin tonë, kudo që po më ndjek, do më ndjekësh, për lavdit të tia, jemi në miqësinë e tia, në praninë e tia, në ditën e veçuar të tia, mi se erdhe, do shikojmë disa aspekte frymërore për mirëpajisjen tonë, për formimin tonë, për lavdit e emrit të tia, dhe do fillimisht desha që të lutesha fillimisht për çdo aspekt frymëror që na përfshet për lavdit të tia. Halleluja. Lavdi emrit të tia. Halleluja. Atë lutem atë në emër të Jashua sot. Falenderoj mua që ke sjell mirësinë tënde, falenderoj mua që ke qenë i mirë dhe ke vepruar në zemrat tona atë. Falenderoj mua që na ke dhënë ditën e veçuar, sabatin tënd, që ti ke vendosur për jetë, beslidhjen e përjetshme, shenjën e beslidhjes së përjetshme për popullin tënd. Falenderoj mua që na ke veçuar me anë të urdhërimeve tënde, që ke vendosur për jetu atë. Falenderoj mua që vazhdon sot e kësaj dite të trokasësh në zemrat e popullit tënd për të kthyer në rrugën tënde të drejtë, të mirë, të shenjtë atë, për të lënë çdo idhujtari mbase, për të kthyer dhe për të penduar atë në mirësinë tënde që ti ke vendosur, sepse mirësia jote na sjell në pendim. Lutem atë që zemrat të sensibilizohen, lutem atë që ne të kemi ndërgjegjësinë dhe të kemi një zemër të përulur për të pranuar urdhrimet, fjalët tënde, që Mesia eci, që biri i lavdisë, cili e përfitoi atë madhështi me anë të bindjes së tia dhe u bë autori i përjetshëm i shpëtimit për të gjithë ata që do t'i binden për lavdit e emrit tënd o atë. Kthej zemrat tona ndaj teje o atë dhe fale popullin tonë në Shqipëri o atë, për çdo paudhësi o atë, për çdo shkelje të urdhërimeve tënde o atë. Dhe ki mëshirë o atë, dhe shkërqeje dritën tënde, ligjin tënd, për lavdit e emrit tënd o atë, urdhërimet tënde të ngrihen në Shqipëri, nga Shkodra deri në Sarandë, nga Korça deri në Durrës, për lavdit e emrit tënd o atë, një brez që do lavdërojë emrin tënd, një brez që do veçohet, do ndahet nga çdo paudhësi. Lutem o atë në emër të Jashuas për çdo vllaj motër që është i ri në besim, një gjeneratë që do eci në festa, në urdhrimet tënde të veçuara, që tani ti po gëzon në praninë tënde, në birin tënde, me engjëjt tënd, në qiell, ku ti po i feston në praninë tënde, në tabernakullin që është në qiell, ku mbreti i lavdisë, Jashua Mesia, Krishti po ndërmjetëson dhe po shërben në të djathtën tënde. Lutem o atë në emër të Jashuas o atë, që çdo gënjeshtër në jetën tona, fortesat që janë krijuar, farat e këqija që janë mbjellë në jetën tona, të shkulen në emër të Jashuas o atë. Ktheje zemrat tona, të popullit tonë ndaj teje, ndaj urdhrimeve tënde, për të pëlqyer dhe nderuar gjakun e beslidhjes, të cilën ti fillimisht na veçove, që ne të mos ecim në paudhësi, që ne mos ecim në mëkat, duke shkelur urdhrimet tënde, duke mos shkelur o atë sabatin, duke mos e përdosur sabatin tënd, në emër të Jashuas o atë. Lutem o. Amen. 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 Lavdiatit. Ke një miks emocione, zemra vajton. Vajton për çdo gjë që shikojmë sot dhe për çdo gjë që praktikohet, por do vazhdojmë me takimin dhe lutem që fjala të sensibilizojë zemrën tënde, të ripërtëria i ligji për sosu, Psalmi 19, na ripërtërin mendjen, dishipullizimin, lavdiatit, si do ta bëjë sot në jetën e një besimtari. Ripërtëria, transformimi i mendjes si bëhet? Me anë të veçimit, me anë të fillimit, kur neve kthehemi ndaj atit. Kurse sot neve kemi beso, dhe besova. Por pendimi ku është? Pendimi çfarë është? Kthimi ndaj atit,
dhe ndaj Mesias, Krishtit. Themi përse, sepse dushim pendimi çfarë është kthimi dhe jo është vetëm një gjendje thuashe mendjes, një vendimarrje mendjes. Reflekton në veprime, pendimi është sepse pendohemi nga shkeljet e ligjit që kishim bërë. Masandaj kur erdhën në besëlidhjen e gjakut të Mesias nuk duhet s'ka gjë, sepse masandaj besimi mbulon dhe pa udhësinë tonë, duhet të vazhduar të pendohemi për ato shkelje të ligjit që kishim bërë, do t'i mësojmë urdhrimet e Atit. Ligji përmban urdhrimet, festat biblike, sabatin e tija, shkushtetuta e Atit, është sjellja e tij e përsosur e drejtë. Një mbret ndodhe në një territor, dhe ati mbreti, në këtë rast, ai mbret ka vendosur kushtetutën, ligjet e asaj mbretërisë të vendit ku ai mbretëron, ku zotëron. Dhe një qytetarit asaj mbretërie i thuhet që beso tek mbreti dhe do të shpëtohesh. Dhe ai do të mbrojë, do të shpëtojë nga çdo sulm i armiqve tënd. Por ai mbret ka vendosur dhe rregulla dhe ligjet e mbretërisë që ka mirë funksionim ajo mbretëri. Dhe në atë moment ajo qytetar vehet në këtë rast të besojë tek mbreti që do ta shpëtojë, që do ta mbrojë, dhe masandaj i thuhet që ja ku janë në këtë rast rregullat, urdhrimet, ligjet e mbretërisë që ti si qytetar i mirë duhet të respektosh, që të gëzosh zemrën e mbretit. Se përndryshe ai mbret masandaj zemërohet kur nuk ka nderim të strukturës që ai ka dekretuar, që ai ka emëruar, dhe mbreti dim që dekreton ligje dhe në këtë rast vendos parimet të mbretërisë së tij, që çdo qytetar që është pjesë e mbretërisë së tij duhet të respektojë. Kur një qytetar nuk i respekton ato dekrete, ato urdhërime, ato statute, ai mbret zemërohet masandaj. Kemi rastin në mbretërinë ku Ester ishte, ky mbreti dekretonte disa, aty u gënjye, lem aspektin tjetër, mbreti u gënjye nga Namani që ishte një funksionar i ligë, prantia, por gjithsesi po marrim kontekstin kur mbreti dekreton diçka, duhet të respektohet. Si do t'i thotë ai qytetar kur mbreti dekreton diçka, si do thotë, po unë mbret, unë besoj tek ty, por nuk dua të zbatoj dekretet tënde. Çfarë do ndodhi në këtë rast me atë qytetar? A zemërohet mbreti? Normal që do zemërohet me atë qytetar, do ta dëbojë, do ta ndëshkojë. Kështu ndodh sot dhe në asamblenë e tija. Unë besoj tek mbreti, krijuesi i qiellit dhe tokës, që është Ati jonë, dhe kemi mbretin e mbretërve, Mesian Jashua Krishtin, unë besoj. Por çfarë ka dekretuar, çfarë ka thënë Ati në mbretërinë, në kushtetutën e tij të përsosur, që na ripërtërin mendjen, na transformon, që neve të pastrohemi çdo ditë, të veçohemi çdo ditë? Ka dekretuar urdhrimet e tija që janë të mira, të drejta, të shenjta. Na japin shpërblim, na zgjerojnë zemrën, na bëjnë të urtë, na gëzojnë, na japin paqe, na veçojnë. Koncepte të thjeshta që sot është ajo distanca kognitive që ndodh në mendjen e një besimtari, dhe flas për ju besimtar që jeni vite në besim. Nuk flas për vëllezër që sapo kanë filluar, sepse kur dëshmoj masandaj ardhjen e një besimtari në mbretërinë e tija, vetë dëshmon që nuk di në çfarë është pendimi. As nuk është folur, vetëm bëj lutjen e shpëtimit. Lutja e shpëtimit po mban peng shumë prej besimtarëve sot që akoma nuk janë vullosur me frymën e shenjtë. Sepse akoma nuk kanë kuptuar çfarë është pendimi. E bëjnë nga ana rituale, unë dua të shpëtohem. Po, të tërë bota do të shpëtohen në një farë konteksti. Lutja e shpëtimit ka mirë funksionim dhe ka një manifestim të një fillimi të mirë të mbarë kur kuptohet nga se ne duhet të shpëtohemi dhe fillon pendimi, kthimi i atij personi tek Ati që të filloj
të zbatoj urdhrimet e tia, sepse më përpara i kishte shkelur ligjin e tij moral. Paga e mëkati që është shkelja e ligjit të urdhrimeve të Atit, ne i kishim bërë më përpara, masandaj, thehemi që të mos i bëjmë me ato shkelje dhe duke besuar tek mbreti, tek Mesia, tek Krishti. Normal që beson tek Ati fillimisht që është burimi i çdo familje në qiell e në tokë. Por besojmë tek Biri i Tij që është kryeprifti tonë, sepse kemi nevojë për një ndërmjetësues, kemi nevojë për një kryeprift që të na çojë tek Ati të ndërmjetëson, siç po ndërmjetëson tani në tabernakullin e qiellit, për çdo shkelje të urdhërimeve që një besimtar bën, nuk duhet i bëjë, por mishi është akoma vërdall. Dhe mishi është kundra frymës. Pikërisht në Romakët 8 të flasim që mendja mishore nuk do të ecë në urdhrimet e Atit, nuk i nënshtrohet ligjit. Sot një pastor nuk e ka kuptuar akoma që Romakët 8 flet për natyrën që një njeri ka në mendjen e tij mishore, por mund ta thyesh mendjen mishore duke ecur në bindje në të mirën tënde të mundshme që do gëzosh gjakun e beslidhjes, në këtë rast do nerosh, do gëzosh Atin, do nerosh gjakun e beslidhjes me të cilën ai fillimisht na veçoi. Fjalët kyçe na veçoi. Çfarë do thot veçimi? U veçove. U more nga turma, nga çdo verbim i Satanit që ka hedhur mbi botën, u dolëm fillimisht dhe u sollëm në mbretërinë e tij frymërore, në këtë rast nga ana e shëmbulltyrës. U vendosëm, thot shkrimi që u vendosëm, në këtë rast me Mesian në të djathtën e tij në vendit qellore. Tani, u more nga errësira, u vendose brenda në mbretërinë e tij. Ajo mbretëri ka principe që neve duhet i zbatojmë, për lavdit të tija nuk janë të rënda. Para Gjonit 5:3, dashuria ndaj mbretit tonë, Atit tonë, Elohim që ne të zbatojmë urdhrimet e tija, dhe nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Na gëzojnë zemrën, na bëjnë të lumtur, fjalë të urta 28. I lumtur është ai që zbaton urdhrimet e Atit, ligjin e tij. Ai që të madhe kanë ata që e duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Nuk të rrëzon i ligu kur ecën në urdhrimet e Atit, vëlla e motër, por duhet t'i ruash tinë, duhet të ngulmosh ti, duhet t'i ruash në zemrën tënde dhe t'i praktikosh. Prandaj shkrimi thot dëgjo. Dëgjo e ka fjalën dëgjo dhe zbato. Ajo është kuptimi i asaj fjalës hebraike që është shema, që do thot dëgjo, nuk do thot vetëm dëgjo me vesh. Dëgjo dhe zbato. Dhe masandaj thot atë ruaj, fjalë të urta 3, 4, fjalë të urta 7, ruaj urdhrimet e mia si bebja e syve tënd. Ne i shikojmë ato vargje dhe janë aktive në jetën tënde, që ti të gëzosh të mirë në Atit. Levitiku 26 flet që Ati si rezultat i largimit tonë nga idhujt që pagoni, që kishim më përpara. E thot shumë hapur, e Thesalonikas e thot apostulli Shaul Pali e flet, dhe në 2 e Korintas e flet hapurës, që neve largohemi nga idhujtaria më përparshme dhe masandaj kur fillon një rrugë e mirë që të nderojmë Atin në festat biblike të tija, në urdhrimet e tija, dhe Ati masandaj do të vërtetojë beslidhjen e tija që e vendosi me popullin e tij si një beslidhje të përjetshme, përse? Për shkak të premtimit që i bëri Abrahamit. Dhe unë e di që sot neve marrim studimin e librit të Abrahamit dhe masandaj duan që të marrim ato bekimet e Abrahamit, sepse hyn të tjera aspekte. Abrahami tregon në Zanafilla 26, kishte një karakter, kishte një sjellje, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit, i tregovi vetë dëshminë Atit me ecjen e tij. Dhe prandaj kur Ati i foli të birit të tij Isaku, i tha qëndro këtu, tha dhe mos shko në Egjipt, sepse syri tënd pa mirë, tha, dhe pa prosperitetin dhe mishi tënd donte të shkonte. Normal, ishte një uri buke në vend. Por tha qëndro se unë do këtë të bekoj dhe do jem me ty për shkak të çfarë? Përse babai tënd i bëra një premtim dhe për shkak të premtimit që bëra babai tënd, sepse ai babai tënd që në këtë rast me nder ndaj meje respektoi beslidhjen time. Dhe eci në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit. Dhe jemi në Zanafilla 17, pavajtur në Eksodit, pavajtur në Malin Sinai, shumë prej urdhërimeve, fesave biblike, në këtë rast,
që ishin, disa prej tyre ishin dhenë, që nga Zanafilla kemi sabatin, kemi një kalendar biblik që u transmetua nga etrit e tyre, duke filluar nga Enoku që mori kalendarin biblik, brenda në kopshin e Edenit. Normal që sot nuk i marrin parasysh ato gjërat, sepse farisinjt i hoqën në vitet në shekullin e dytë, se nuk donin që ato libra të binin pjesë e popullit të tyre, sepse në ato libra shkruheshe për Mesia në ardhjen, për qëzimin dhe ringjalljen e tij dhe mbretërinë që do pasonte. Vazhdojmë, ka plot gjëra. Sabati, vëlla motër, është një ditë e veçuar për ty dhe për mua. Duhet mbajtur mend, mbaje mend, thot në Eksodi, marrim 10 urdhërimet që është zemra e ligjit, që është përmbledhja, që është ajo, si thua, thellësia, që masandaj ka detaje që nuk janë të vështira për t'i mbajtur. Në 10 urdhërimet e kemi në pllakat që ati shkrojti me gishtin e tia. Unë e di që asambleja tende mëson nesër. Ne mund të mësojmë çdo ditë të javës. Çfarë ati ka dekretuar, çfarë mbreti ka dekretuar, se po folëm pak më përpara për atë dekretimin ati mbreti. Çai mbret flet diçka dhe është ligj. Dhe ati ka vendosur të përjetshëm lavdiatit. Është një beslidhje e përjetshme. Siç është karakteri tia. Ati nuk gabon kur dekreton diçka. E ka vendosur, e ka folur dhe ja jep njeriu, ja jep krijimit. Dhe krijimi masandaj duhet të rafinohet dhe duhet të fije në rrjedhën e çdo fjale që ati flet nga goja e tia. Lutem atit që sot të kemi një zemër të ndryshojmë nga rrugët tona, sepse sot një besimtar nuk do të ndryshojë për atin. Ti i flet për sabatin, ti i flet për urdhërimet, i flet për festat biblike. Jo, ne duhet të shikojmë atë që na duket neve mirë. Ja, unë do të vetë të punoj gjendën në ditën e sabatit. Vërtet. Kur ati thot mos puno, jo, unë do vetë të punoj. Mos shko, mos shit, mos bli, mos shiko qefin ten, thot mos bëj udhëtime të larta, sepse lodhesh, është një ditë pushimi. Veçohu nga Babilonia, veçohu nga kombet. Jo, neve duam të qëndrojmë në ratinë e mishit tonë. Jo, unë do mbaj këtë strukturë që kam krijuar prej viteve dhe ne nuk duam të ndryshojmë. Ndërkohë ati ka thënë që në fillim, neve duhet të ndryshojmë rrugët tona. Çfarë është ajo? Është pendimi. Quhet pendim. Tim. Ecim në çfarë na dukshë mirë në sytë tonë, ne kthehemi në rrugët e atit. Prandaj etrit ta nuk kthyen nga rrugët e tyre të idhujtarisë të tyre që kishin në fillim, pa njohur atin e tyre dhe masandaj ecën me atin. Enoku eci. Çfarë do thot Enoku eci me atin tonë Elohim? Abrahami eci me atin. Noa eci me te. Çfarë do thotë? Që rrugët e tyre i pëlqyen atit. Sepse nderuan çdo fjalë, çdo beslidhje që ati beri. Dhe ato beslidhje janë akoma aktive. Beslidhja e Adamit është aktive në jetën tonë. Prandaj kemi lindjen dhe shumimin akoma. Gratë kanë dhimbje në lindjen e tyre. Është një nga strukturat e asaj beslidhje që ati vendosi me Adamin për shkak sepse ra njeriu ndaj urdhërimit që ati dha. Dhe si pasojë, ai Malkim në këtë rast i tha burrit, ti tha do të kesh çdo gjë që do fitosh për të ngrënë do ta marrësh me djersën tënde kur do punosh tokën. Ai ishte çfarë ati dekretovi si rezultat i gjykimit që erdhi, që nga kopshti i Edenit për gratë të njëjtën në këtë aspekt që folëm pak më përpara. Kemi ylberin që është akoma shenja e beslidhjes me Noan. E shikon ylberin në qellin tënd, po normal që shikon. Është akoma ajo beslidhje e ligjit. Ne i kemi shenjat përpara, ne i kemi përjetësinë dhe çdo beslidhje që ati vendosi me etrit tanë. I kemi beslidhja Abrahamit. Qëndron për jetë, është një beslidhje përjetshme. Eksodi flet shumë haprazi, në 12 masandaj për disa aspekte që në Zanafilla 17 Abrahami ju kërkua që në këtë rastet që të kishte gjithashtu dhe shenjën e beslidhjes. Tani jemi në Galatasve
3:29 jemi bijtë e Abrahamit apo jo? Sepse jemi në beslidhjen e gjakut të Mesias. Dhe për të marrë bekimet që Ati ka vendosur me etrit tanë në çdo beslidhje që ai beri, neve e nderojmë Atin tonë duke zbatuar urdhrimet e Tia. Nuk dali me fjalë të përgjithshme. Unë tani do të zbatojmë fjalën, një koncept i përgjithshëm, detaje, çik më tepër, çfarë do thotë të zbatosh fjalën? Kë fjalë? Okej, Biblën. Okej, masandaj çfarë? Po ja, unë do ta lexoj, edhe atë që lexoj do ta zbatoj. Po, lavdiatit, shumë e drejtë. Ka një proces për secilin për nesh. Por çfarë? Janë shkruar urdhrimet e Tia që na veçojnë, që na ndajnë nga bota, nga Babilonia. Zbulesa 18 thotë, largoni prej bishës, prej Babilonës së madhe, se Ati ka kujtuar pa udhësitë e saj. Pa udhësia që është mëkat, para Gjonit 5:16, mëkati është shkelja e ligjit. Para Gjonit 3:4, që apostulli përmendi Levitikun 4:2. Kur shikon fjalë kyçe në krimin, çfarë do thotë sabati çfarë është? Fillon bën pyetje. Kjo është dita e 7 për ta veçuar. Duhet të veçoj sabatin. Çfarë do thotë? Duhet ta lë mënjanë. Duhet ta konsideroj diçka që është e lënë mënjanë për Atin. Ti merr diçka, në këtë rast punon dhe merr diçka dhe masandaj e lë mënjanë, veçon për Atin kur do t'i japësh Atit sipas urdhrimit, sipas ligjit të Atit. Dhe dhenja në asamble nuk ka filluar tek Mateu, apo deri në zbulesa. Ishte dekretuar që në ligjin e Tia, që në Toran, në librin e Levitikut, apo dhe përtej në Malakia që shikojmë asandaj që Ati biles, Ati thot që është mëkat kur nuk jepet e dhëna e Tia. Unë lutem Ati që të kuptojmë konceptet dhe detajet e fjalëve, kontekstin, tema. Për çfarë po flitet vëlla motër? Po flitet për një aspekt të caktuar. Këtë nuk e kuptoj këtë varg. Shko përpara. Shikoj kapitullin e tërë të kuptosh çfarë po thot ai kapitull, jo çfarë po thot një varg të vetëm. Sepse me një varg të vetëm, po të marrë një varg të vetëm, asandaj kam shkelur në 20 dhe 30 vargje të tjera kundra Atit, sepse kam krijuar teologjin time në atë një varg të vetme. Sepse kam interpretuar atë varg dhe kam marrë sepse në këtë rast unë kam dashur atë gjë dhe gjithmonë është mishi që dëshiron diçka prej atij vargu me patjetër. Do t'i shikojmë më vonë si disa masandaj më dërgonin vargjet. Një varg dhe ti do bekohesh. Do bekohem se rezultat i të bëri diçka, më takon mua të bëj diçka ndaj Atit që Ati në këtë rast të më sjellë të mirën, sepse është legaliteti Tia, është karakteri Tia që ai dëshiron të na bëjë të mirën neve, si rezultat sepse unë bëj diçka. Po jo sepse ne rrim ulur në karike, masandaj apo shkojmë të bëjmë çdo gjë që na duket neve mirë, dëgjojmë çdo lloj personi që flet sot dhe Ati gjithsesi mua të mbekojë. Asa gjera ka, nëse sabati ti, dita e 7 është e veçuar për Jaku Elohimin tënd, vëlla motër, Jaku e ke në ekranin tënd. Janë ndryshuar gjërat në vitet 300-400, ku kanë dekretuar të tjerë njerëz që kishin pushtetin atë kohë, mbas ikjeve të apostujve, dhe I kanë ndryshuar ditët, dhe quan të dielën, prandaj sot asamblea tënde e miqson të dielën. Mëkati është shkelja e urdhrimeve të Tia, sabati është një nga urdhrimet e Tia. Ati e veçoi, Ati e bekoi, e ka bekuar atë ditë dhe e ka veçuar, e ka shenjtëruar atë. Dhe dëshiron në këtë rast që çdo person që hyn në nderim, në rrjedhën e kësaj dite të veçuar, të veçantë, është e veçantë nga çdo ditë tjetër, sepse neve punojmë 6 ditë dhe jemi të zënë me çdo gjë që na kërkohet, përgjegjësia jonë që kemi lavdiatit, por atë ditë do Ati pusho dhe unë do të bekoj veprën e duarve tënde. Ka principe të tjera masandaj që mbështesin koncepte të tilla të bekimit dhe si vjen.
Por jo sepse unë deklaroj, do ta deklaroj. Dhe ati ka thënë ne ja Isaia 54 ka thënë që muret e mia do t'jenë prej ari, prej argjendi, ka thënë. Po fliste për qytetin e tia që po zbret mbretëria. Ai qytet është me kur të çmuar prej ari, prej çdo në këtë rast bukurie dhe madhështie që ati ka vendosur. Nuk po fliste për të mbushur portat apo muret e një shtëpisë të dikujt. Që ju akoma ndiqni frymërat e fallit. Nuk duhet të besh as një punë, as ti, as biri, as bia jote, as shërbëtori yt. Të gjithë thot as kafshët e tua, do të pushojnë thot, për ju që jeni në fshat, vëlla motër. Pusho në ditën e sabatit. Leri kafshët të mos punojnë, ka nevojë të ripërtërin fuqinë e tyre edhe ata që masandaj do fillosh që nesër dhe përtej që të punojnë. Dhe as i huaj thot që ndodhet të brenda portave. Ende thot ata nuk duhet të punojnë, është një ditë e veçuar, thot. Që ati krijoi qenjë të tokën, detin gjithçka që është në tonë, ditën e sabatit, ai pushoi. Ati pushoi në atë ditë dhe vendosi si shenjë beslidhje së përjetshme. Ja ku e kemi. Brez pas brezi. Sot ne nuk kuptojmë që do thot e përjetshme. Për në mendjen e një personi sot fjala e përjetshme është e përkohshme. Si mund ta llogaritun, si më duket e mirë mua. E interpretoj unë fjalën e përjetshme, është e përjetshme, shikon, vëlla motër, e lexove shkrimin, besoje dhe praktikoje në të mirën tënde të mundshme. Kjo është rruga dhe dishipullizimi i një besimtari. Një beslidhje e përjetshme. Nuk ka folur për ditën e parë të javës, për ditën e diellit, të dielën, më falni. Nuk ka folur për një beslidhje të përjetshme për ditën e parë, për të nesërmen. Ka folur për sabatin e tia, që ne do ta respektojmë, sepse jemi një me popullin e Izraelit tani, me ata që kanë besuar tek Mesia, lavdjatit, dhe ecin urdhrimet e tia. Dhe ati po punon me ata që nuk e kanë pranuar birin e tia, po punon me botën jashtë, po punon me ty, që të dalim nga çdo gjë tjetër që na është thënë. Mbas ikjeve të apostujve, me çdo lloj krijimi të ndarjeve sot dhe të emrave që kanë krijuar njeriu. Unë jam kisha kështu, jam kështu. 200 denominacione që shikon sot. Ka folur apostull për gjëra të tilla. E di pse ka ndodhur, sepse njeriu merr një varg, në ditën e Pentakostit, tani ne jemi pentakostale. Njeriu duhet të pagëzohet, të lahet nga mëkatet e tija, të nderojë gjakun e beslidhjes, të tregojë nder dhe urdhrimet e atit, lavdjatit. Pagëzimi, ne tani jemi baptistë. Fillon masandaj, fillovi reformimin e 1600-ën me mësime të rreme, të Calvin, të Lutherin, tani ne jemi luteranë, tani jemi kalvinistë, jemi reformistë. Sa gjëra të tilla kanë filluar, le masandaj i dhujtarinë, se nuk ka ndonjë gjë ndryshme midis katolikëve, ortodoksëve apo ungjilltarëve apo kushdo njeri që vazhdon akoma të mos zbatojë urdhrimet e atit. Urdhrimet e atit na veçojnë nga çdo lloj denominacioni, ndarje, perceptimi, filozofie njeriu që ka bërë gjatë viteve. Urdhrimet e atit kanë vazhduar të jenë aktive në jetën tënde dhe timen. Ka një legalitet. Romakët 7:1 thot, ligji i atit që është i përsosur ka pushtet mbi njeriu derisa i ron. Ti ke frymën në mushkërinë tënde, po ron akoma. Ai ligj ka pushtet mbi jetën tënde dhe timen. E pranojmë ne, nuk e pranojmë. Ai ligj ka akoma autoritetin të veprojë në jetën tona. Kur mbreti dekreton diçka në mbretërinë e tija, e pranon ai qytetar ato dekrete apo jo, i zbaton apo jo. Ai ligj është i vendosur nga mbreti dhe ka pushtet mbi atë qytetar.